Moderatorja e njohur Arbana Osmani, e cila për shumë vite ishte një nga figurat më të dashura të ekranit shqiptar, ka bërë një deklaratë që ka tronditur opinionin publik. Gjatë emisionit të saj Mirëmbrëma Yje, Arbana tha: "Kur nisa biznesin, më thanë do të shohësh sa i egër është sa të ha konkurenca, por ata nuk e kanë idenë çfarë ndodh në televizion." Deklarata e saj vjen pas largimit të bujshëm nga BBVA, ku zavendësua nga Ledion Liço, një lëvizje që shkaktoi shumë aludime për përplasje të mundshme me drejtuesit e Top Channel. Nga Arbana tek Adelina. Këngëtarja e njohur Adelina Ismaili ka folur së fundmi i hapur për dëshirën e saj dhe bashkëshortit Val Krasniqi për të zgjeruar familjen. Në një intervistë për emisionin Goca dhe Gra, Adelina tregoi se kanë kohë që janë duke menduar për një fëmijë tjetër. "Ka kohë që kemi vendosur të zgjerojmë familjen, por nuk jemi impenjuar pafundësisht në atë drejtim", tha ajo me një buzëqeshje. "Lut Zotin që të kem një vajzë. Kam rritur shumë femra në jetën time dhe një mirë botën e tyre. Do të doja të kisha një vajzë në shtëpi", u shpreh ndër tjera Adelina Ismaili. Dëshira e kësaj të fundit për një vajzë vjen si një shprehje e thellë e lidhjes së saj me botën femërore dhe dëshirës për të pasur një balans në familje.